E dhimbshme është kjo pjesë, veçanërisht thash kam pak më shumë punë ndoshta me studentët e vitit të tretë dhe të katërt, kur ata diplomohen ose kur vinë në konsultime dhe janë pak para diplomimit, kërkojnë ndihmë profesoresh, nëse ka mundësi pak të mundëzoni pak më shumë për këtë provim, sepse unë sapo të përfundoj me provimet, planifikoj të largohem jashtë vendit, kam një vizë pune, ose kam gjetë një angazhim, ose të thot do të shkoj dhe nuk e di a kthehem për të përfundu studimet, ka të tillë të cilët që nga studimet shkojnë përkohësisht, angazhohen në punë, kjo ndoshta shpesh herë reflektohet edhe për shkak të kushteve ekonomike, rrethanave ekonomike, po veçanërisht pas diplomimit është pak më e dhimbshme se kjo të punuarit gjatë studimeve, unë jam prej atyre që më së shumti do të kisha inkuraju të rinj, sepse në çdo vend evropian, përfshirë edhe SHBA-t, të gjithë studentët punojnë dhe angazhohen më shumë financiarisht për të studiuar dhe për të arrit, do të thotë, qëllimet e tyre,